kushtet jetë mira, që mund me bë kryp, me qka me kalu të tërsa. Me buk e krep, kështu e përshkruan tryezën e familjes së tij Azem Bilali nga Vranjevci i Prishtinës. 60 vjeçari rrëfen se po përpiqen të mbjetojnë me vetëm 100 euro ndihmë sociale në muaj, shumë kjo që nuk po mjafton as për gjëra elementare. Kryefamiljari rrëfen jetën e vështirë dhe mjerimin në të cilin po kalon, bashkë me 4 anëtar tjerë të familjes. Në një kohë kur çmimet e produkteve bazë janë rritur ndjeshëm, kjo familje po kërkon ndihmë nga shteti dhe njerëzit e vullnetit të mirë. Kushtet jetë mira, gjyqysh pja dolëm. Me një social 100 euro që më në ponire. Që bile dje pa dje mënova të hekra me të bu, pa trupi s'po najke, më dosh në ratë më najtë pe mjedisi, pe të nasë moshas, ka sënë po naj ma. 100 euro vëllohi, tash veç barnas nuk dalin për shembull. Gruan e kam me diabet, nonën peshen e patë, nona është ratë këtë e paralizume, edhe aty po do të me laqe, vetë që është me laqe, ta është di që më thonë tjetër. Gjatë gjithë rrëfimit të tij, Azemi tregon se si nuk po arrin asnjëherë të mbush sofrën me ushqim. Unë me bë kryp, me çka me kalu të tërsan. Për tjera s'po mjaftojnë. Dhe që tash marsha në për do goja me resi, tash s'po japin se pedisis, edhe vetë s'po mëj me marrë se pedisis, s'po mëj me pagu, me adal. Balë shtirëve që ju mbështetu në me Allah, edhe sabrin e kom tepër të fortë, sabër bëj. Gjithçka është bërë më e vështirë edhe me rritjen e çmimeve, ku familja Bilali nuk po arrin të bëjë jetë normale. Me zërsh me bo shumë. Së një dalëm për shembull, me bleqet të sene. Qofse si bojnë diçka ky shteti me rrit që të paga, që të sociale, që të penzia, bojnë diçka. Pa të janë të rritë heq. Qka me bo me 100 euro? Ka shatën e gojës ta me lanë për shembull për qatë djallë edhe për qëtë me qysh me majtë për shembull. Si që ka thomë të të sanën e ma shumë. Kryp që të sanës ushqimore, që ka mujna me mri, kur të sanë. Në gjep më në shtem që të sanë, për shumë. Së më një dalëm, veç të në me Allah në pështet, edhe të gjinja mirë që po më një mojnë. Që aty e kom shpresën më të madhe. Ngritja e çmimeve ka prekur edhe shumë familje të tjera në nevojë, të cilat mezi po arrin të sigurojnë jetesën. Armend Shala nga Kryqi Kuq i Kosovës thotë se janë shtuar ankesat e këtyre familjeve. Për momentin dhe na, përveç ankesave të familjeve, nuk është vrej diçka e madhe, mirë po është e pritshme. Në momentin kur ngritet çmimet, zvoglohet shporta konsumatorit, edhe normal që na presim që me pas një trend të rreth, qoftë kërkesa për familje të reja, ose nevojat e tyre konsumatorëve na shohim për shembull edhe tek donatorët kur bijnë pakot, ndryshe ka kushtuar një pako nëse themi para 2 vjetet, ndryshe kushton tash ose sasia e produkteve, është shumë e vogël tash për shkak ngritjes çmimeve. Edhe kjo besoj që ndikon negativisht tek familjet që kanë me pas vështirësi më të mëdha, përderisa nuk është bërë asnjë ngritje qoftë bazë sociale ose të hyrave të tyre. Kryqi Kuq i Kosovës çdo vit ndihmon me pako ushqimore, higjienike e veshmbathje, gati rreth 10.000 familje. Zakonisht është ajo kërkesa e tyre për ushqim dhe veshmbathje. Ajo është kërkesa ose nevoja më e madhe e tyre. Qysh kam ja dalë muj deri në fund të muajit. Kemi raste për shembull që kur shkojmë, ndoshta nuk e ka asnjë kilogram miell ose nuk e ka asnjë shishe vaj ose diçka produkte shumë bazë elementare, që do janë kërkesat e ushqimit janë kryesisht që janë të nevojshme. Ka edhe raste tjera, rregullime qoftë shtëpisë ose ambienteve ku jetojnë, mirë po
kërkesa kryesore ose nevoja kryesore është ushqimi dhe veshmbathje. Megjithatë, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve thotë se numri i familjeve që përfitojnë ndihmë sociale ka shënuar rënje. Ndërkaq, Azem Bilali nga Vranjevci i Prishtinës ju bën thirrje institucioneve për ndihmë dhe rritje të asistencës sociale.